Elif Lam Mim, vetëm 3 shkronja. Dietarët islamik i kanë diskutuar ato për shekujt e tërë. Ndërmjet asrit dhe akshamit ekziston një dere fshehur, dhe çelësi i asaj dere është i fshehur në suren El Bekare. Brenda saj gjendet Ajetul Kursi, një ajet që tund qiejt dhe tokën. Brenda saj gjendet Amen er Resul, dhurat nga Miraxhi, plot me sekrete të thella. Surja El Bekare është në qendër të islamit. Ajo mbart kodet e jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Ajo është e fuqishme kundër magjisë, syrit të keq dhe smundjes. Kur recitohet, shejtanët largohen nga shtëpia. Për atë që kërkon, Allahu jep çfarë do, dhe kjo sure është burim i madh shprese për të gjithë ata që i friksohen varrit. Ju po shikoni kanalin Musliman në YouTube. Ne jemi duke vazhduar serin ton mbi suret e Kuranit. Për të mos humbur këtë seri, ju lutemi abonohuni, lini një koment dhe pëlqeni videon. Me mbështetjen tuaj mund të arrijmë shumë më vëllezër e motra. Nëse jeni gati, le të fillojmë. Ndërsa mbrëmja po binte mbi rrugët e Medinës, një zë i ri filloi të ngrihej. Profeti po ulej me shokët e tij, duke recituar ajete të sapo zbuluara. Zëri i tij jehoi nëpër rrugët e ngushta të Medinës. Elif Lam Mim. Ky nuk ishte një tingull i zakonshëm. Arabishtja ishte gjuha e tyre. Ata kuptonin çdo fjalë, çdo shkronjë dhe çdo tingull shkonte drejt në mendjet e tyre. Por këto 3 shkronja ishin ndryshe. Dietarët hebrejnë të Medinës kishin mësuar nëpër sinagoga për shumë vite. Për brezni të tëra kishin mësuar Teuratin. Duart e tyre ishin të errëte nga bojra e shkrimit të librave, faqe pas faqeje. Për këtë arsye, Kurani i quajti ata ahbar, njerëz që jetonin me bojër. Dhe tani, ai profet analfabet, një burr që nuk dinte të lexonte as të shkruante, po fliste për shkronja, Elif Lam Mim. Ishin vetëm 3 shkronja, por krijuan tronditje mes njerëzve të arsimuar të Medinës, sepse kishte vetëm një mënyrë për të njohur shkronjat, mësimin e leximit. Por këto nuk ishin shkronja të mësuara nëpërmjet njohurisë toksore. Kishte sekrete të mëdha pas tyre. Zhurmë u përhap nëpër tregun e Medinës. Pritni një moment, than disa njerëz. Kush e mësoi atë shkronjat? Ne menduam se ai ishte analfabet. Ai nuk ishte studiuar me rabin apo priftërinj. Ai nuk ishte marrë asnjë arsim fare. Ishte i paprekur nga shkollimi, si një fëmijë i porsalindur. Por tani, disa nga dietarët hebrejnë të Medinës filluan të kërkojnë nëpër librat e tyre të vjetër. Ndoshta kishte një të dhënë atje, ndoshta këto shkronja kishin një kuptim në Teurat, ndoshta një kod i fshehur, ndoshta një shenjë lirë, por nuk gjetën asgjë. Ato shkronja qëndruan atje si një derë. Edhe sot, këto shkronja sihen si të kodifikuara. Shpejtësi, do të vim tek shpjegimet shumë interesante të dietarëve të ndryshëm islamik, por tani, le të vazhdojmë historinë dhe të lexojmë ajetet që vijnë pas këtij ajeti të kodifikuar, që të kuptojmë lidhjen ndërmjet tyre. Profeti vazhdoi të recitonte. Ai libër nuk ka dyshim, është udhëzim për të ndërgjegjshmit. Ishte sikur Allahu po thoshte: "Ishe kurioz për shkronjat, tani le të prezantoj librin." Këtë libër. Por këtu kishte një detaj të hollë. Allahu nuk tha këtë libër, tha atë libër. Në arabisht, fjalët e largësisë nuk zgjidhen rastësisht. Thua këtë për atë që është afër, thua atë për atë që është larg. Kjo nuk është vetëm gjuhë, është një hartë e mendjes. Allahu e vizatoi këtë hartë që në fillim. Atë që dëgjon është afër, por atje ku është shkruar është larg. Edhe pse Kurani recitohet këtu, ai libër është aktualisht në Lefhil Mahfuz, larg i pandryshueshëm, nuk mund të fshihet, nuk mund të rishkruhet si i gdhendur në gur. Dhe në këtë pikë, dëgjuesi kupton diçka. Ky fjalim nuk është rastësor. Këto fjalë nuk janë të përmirësuara. Ky mesazh po vjen prej andej dhe ne jemi vetëm në fillim. Pasoi një tronditje tjetër. Profeti ende nuk kishte një libër fizik në duart e tij. Askush nuk e kishte parë ndonjëherë duke lexuar asgjë, sepse ai nuk dinte të lexonte. Por tani, fjalë po rrithnin nga buzët e tij sikur po lexonte nga një libër i padukshëm. Dhe ato fjalë, edhe njerëzit më të arsimuar të Medinës nuk kishin folur kurrë kështu. Arabët ishin krenar me gjuhën e tyre, mburreshin me poetët e tyre më të mëdhenj dhe folësit më elokuent. Shikoheshin poshtë ndaj çdo kujt që nuk fliste mirë. Në çdo shoqëri, pyetja kush di,
ngadalë bëhet pyetja kush qeveris, kush kontrollon njohurinë, kush kontrollon kuptimin, kontrollon shoqërinë. Deri në atë ditë, njohuria e Medinës ishte në duart të caktuara, duart e rabinëve dhe dietarëve. Nga hapi i parë, Kurani tha, autoriteti i këtij libri nuk është në duart tuaja. Kjo është arsyeja pse Kurani nuk tha thjesht libri, kur tha nuk ka dyshim në këtë libër. Po thoshte vërtet, ky libër ka fuqinë të heqë dyshimin nga brenda. Kështu, cilët janë mutekinët e përmendur në fund të ajetit? Në fjalinë udhëzimi është për mutekinët. Kur e përkthejmë në shqip do të thotë ata që e mbrojnë veten, ata që janë të kujdesshëm dhe ndërgjegjshëm. Në këtë pikë, lind një tension i ri në zemrën e dëgjuesit. A jam unë nga mutekinët? A do të mund të marr diçka nga ky libër? Kurani nuk thot diçka si ata që po e mbrojnë veten si një veprim të përkohshëm. Në vend se kësaj, duke thënë mutekin, ai tregon drejt një grupi të pavdekshëm. Ata ekzistonin në të shkuarën, ekzistojnë tani dhe do të ekzistojnë në të ardhmen. Kjo është një derë e shpresës, sepse disa njerëz bien në këtë sëmundje. Kishte njerëz të mirë më parë, tashmë nuk ka. Kurani e thyen këtë ide që në faqen e parë. Njerëzit e takvas do të ekzistojnë deri në ditën e gjykimit. Por takva këtu nuk do të thot vetëm një musliman fetar. Dera që hap Kurani është më e gjerë se kjo, sepse njëra anë e takvas mund të ekzistojë edhe para besimit. Një person përpiqet të mbrohet nga e keqja, qëndron larg gënjeshtrave, shmang padrejtësim dhe zemra e tij është ende e drejtuar nga një drejtim i pastër. Kjo është arsyeja pse Kurani në Medinë nuk i drejtohet vetëm muslimanëve, i drejtohet gjithashtu hebrejve dhe të krishterëve, sepse ata janë duke dëgjuar, ata kuptojnë, edhe ata janë të përfshirë në këtë thirrje. Çdo kush që vjen duke u përpjekur të shpëtojë veten nga e keqja, krishter, hebrenj, agnostik, ateist, cili do qoftë, do të gjej udhëzim në këtë libër. Në të vërtet, dera hapet për të gjithë komunitetin e Medinës dhe e hodhi në të gjithë botën. Profeti ishte ende i ri në Medinë, por që në momentin e mbërritjes, qyteti mori një strukturë që nuk e kishte pasur më parë. Muslimanët, hebrejt dhe politeistët arab jetonin bashk, marrëveshje u bën mes tyre, u formua një aleancë për të mbrojtur bashkëpërisht qytetin e Medinës. Për muslimanët, kjo ishte një jetë e re. Në Mekë, ata ishin një grup i vogël, i shtypur, i dëbuar, si parë si rebel ose si kërcënim për shoqërinë. Por në Medinë, ata kishin bërë një komunitet. Një paqe e madhe kishte hyrë në kufirët e Medinës. Islami kishte ndaluar konfliktet fisnore dhe ishte në këtë atmosferë që ajetet e sures El-Bekare filluan të zbuloheshin. Kjo sure u përhap mbi gati të gjithë jetën e profetit në Medinë. Le të vazhdojnë me ajetin 3. Ata që besojnë në të fshehtën, falin namazin dhe shpenzojnë nga ajo çfarë u kemi dhënë ne. Allahu e përkufizoi cilësinë e parë dhe më themelore të njerëzve të takvas, si besim në të fshehtën. Fjala gaib përfaqëson një botë të gjerë përtej 5 shqisave, një botë që nuk mund të testohet në laborator, por prania e të cilës ndihet thellë në zemër. Engjëjt, bota tjetër, sekretet e zbuluara nëpërmjet shpalljes dhe mbi të gjitha, esenca e Allahut. Nëse një person beson vetëm në atë çfarë sheh, ai është i burgosur brenda kufive të tij biologjik, por ai që beson në të fshehtën, kupton se universi i dukshëm është vetëm një guaske holl, dhe se e vërteta është e fshehur pas kësaj perde. Besimi në të fshehtën është në të vërtetë një provë besimi dhe dorëzimi. Kur muslimanët e parë të Medinës ecnin drejt fushës së pluhurosur të Bedrit, ose kur u tronditën nga dhimbja e Uhudit, ata ndjeshin jo vetëm armikun para tyre, por edhe ushtritë e padukshme pranë tyre dhe xhenetin e premtuar përpara tyre. Kjo nuk është ku përfundon arsyeja, por ku fillon një arsye më e lartë. Besimtari nuk i beson vizionit të tij të kufizuar, i beson dijes infinite të Allahut, dhe ky besim bëhet armatora më e fortë kundër pasigurive dhe krizave të brendshme të botës moderne. Por nëse besimi në të fshehtën do të qëndronte vetëm si ide mendore, do të mbetej jo më shumë se filozofi. Allahu e vulos këtë besim abstrakt menjëherë me një veprim të qartë, dhe ata falin namazin. Vini re me kujdes. Allahu nuk thot ata falen,
thot ata e falin namazin. Kjo do të thot ta ngresh si një strukturë, ta vendosësh në qendër të jetës. Namazi është ura ndërmjet të fshehtës dhe botës së dukshme. Një person që beson në të fshehtën, qëndron përpara asaj pranie të fshehtë 5 herë në ditë. Para se të përfundojmë këtë ajet për të fshehtën, është momenti i duhur për të kthyer te kuptimi i alif lam mim. Çfarë thanë dietarët islamik për këto shkronja? Figura të mëdha si Ibn Arabi, Imam Rabbani dhe shumë dietarë të tjerë folën për to. Ka më shumë se 20 interpretime, por shumica e mendimeve mblidhen rreth disa qasjeve. Edhe pse këto shkronja janë diskutuar për shekuj, nuk ka asnjë interpretim të vetëm të pranuar, por megjithatë ka disa pikpamje të përgjithshme. Pikpamja e parë, kuptimi i vërtetë i këtyre shkronjave e dinën vetëm Allahu. Kjo pikpamje është fortë që nga koha e shokëve. Raportet e atribuara Ebu Bekrit, Umer ibn al-Hatab dhe Ali ibn Abi Talib thonë se huruful mukatat duhet pranuar pa shpjegim. Me fjalë të tjera, ato janë shenja hyjnore, kuptimi i të cilave është fshehur me qëllim. Pikpamja e dytë e fortë, këto shkronja tregojnë natyrën mrekullueshme të Kuranit. Sipas kësaj pikpamje, shkronja si alif, lam dhe mim janë shkronja të zakonshme të përdorura çdo ditë nga arabët. Me këto shkronja, Kurani bën një deklarat nga fillimi. Ky Kuran është bërë nga të njëjtat shkronja që i shihni dhe i përdorni çdo ditë. I njihni këto shkronja, kështu nëse mundeni, atëherë prodhoni një libër si ai, bërë nga të njëjtat shkronja. Kjo ishte një sfidë drejt për drejt dhe ajo qëndron akoma. Kasia e tretë thot se këto shkronja mbajnë kuptime simbolike ose të bazuara në shenja. Disa dietar e lidhen alifin me njësinë e Allahut, lamin me adresën hyjnore dhe mimin me krijimin. Disa madje thanë se mimi i fundit tregon emrin Muhammed. Këto shpjegime shihen kryesisht si lexime tasavuf, shpirtërore dhe ishari. Shumë dietar islamik i kanë pranuar këto interpretime shpirtërore si lexime të vlefshme. Pikpamja e katërt thot se këto shkronja janë emra ose shënues surash. Disa dietar thanë se alif, lam, mim është një shenjë hyjnore e përdorur për të dalluar suret si suren El Bakare dhe suren Al Imran. Ky shpjegim është praktik, por shumica e dietarëve thonë se nuk mjafton vetvetiu. Pikpamja e pestë fokusohet te gjuha dhe shqiptimi. Leximi i shkronjave një nga një nuk është fjalim normal. Vetëm kjo tregon se nga ajeti i parë, Kurani po thot, unë nuk jam tekst i zakonshëm. Ky aspekt studiohet nga këndi i elokuencës dhe retorikës. Pse saktësisht 18 shkronja? Huruful mukatat në Kuran përbëhen nga 18 shkronja të ndryshme gjithsej. Ky numër nuk shihet si rastësor. Shumë dietar klasik thonë se kjo zgjedhje është e qëllimshme. Nga këndi gjuhësor, alfabeti arabisht ka 28 shkronja. Shkronjat e shkëputura janë saktësisht gjysma e kësaj. Shumë dietar thonë se kjo tregon balancë dhe mas. Kurani po tregon se edhe gjysma e alfabetit mjafton për të prodhuar një mrekulli. Mesazhi është i qartë, nuk nevojitet më shumë. Kjo pikë theksohet fuqishëm nga Fahruddin er-Razi. Sipas tij, Kurani e bën sfidën e tij duke përdorur një grup të kufizuar shkronjash me qëllim. Në këtë mënyrë, askush nuk mund të thotë se mungonin disa shkronja. Një shpjegim tjetër i mrekullueshëm është ky. Këto 18 shkronja mbulojnë shumicën e pikave të tingujve në gjuhën arabe. Tinguj nga fyti, gjuha dhe buzët. Me fjalë të tjera, gati të gjitha burimet bazë të zërit njerëzor janë të përfaqësuara. Kjo do të thotë se Kurani përdor të gjitha mundësitë e zërit njerëzor dhe megjithatë e bën të pamundur të prodhojë ndonjë gjë si ai. Në traditën e tasavufit, ky numër nuk merret si rregull fiks, por si shenjë kuptim plot. Për shembull, Ibn Arabi i sheh këto shkronja si dyer që hapen drejt niveleve të ndryshme të ekzistencës, por ai qartë thotë se kjo është një mënyrë ishari. Ai nuk thotë se kjo është e vetmja kuptim, por se kjo është një mënyrë e mundshme leximi. Pse saktësisht 18 shkronja? Kjo pyetje është bërë shumë herë, nuk ka një përgjigje të vetme, por ka shpjegime të forta.
Para se të gjithash, është e rëndësishme të dihet kjo. Shumica e sureve që fillojnë me huruful mukatat, gjithashtu fillojnë duke folur për besimin, shpalljen, librin, të fshehtën dhe fjalën e Allahut. Me fjalë të tjera, këto shkronja zakonisht shfaqen në fillim të sureve, ku pyetja çfarë është Kurani është qendrore. Për shembull, suren El Bakare, suren Al Imran. Në fillim të këtyre sureve, dëgjuesi tronditet nga fjala e parë, ndërkohë që pret një adres normale, befas ballafaqohet me shkronja. Kjo krijon një pauzë, një moment tensioni dhe mbledh vëmendjen. Zemakshari thot në këtë pikë, huruful mukatat thyejnë zakonin e dëgjuesit. Në këtë mënyrë, Kurani po thot nga fillimi, unë nuk jam tekst i zakonshëm. Pra, pse nuk janë në çdo sure? Sepse stili i Kuranit nuk është një model i vetëm. Suret fillojnë me urdhra, disa me betime, disa me histori. Huruful mukatat janë një derë që hapet drejt niveleve të ndryshme. Veçantë e kësaj shumëllojshmërie, por jo çdo derë i takon çdo vendi. Gjithashtu, sipas shumë dietarëve, huruful mukataat janë një provë. Nëse do të shfaqeshin në çdo sure, kjo provë do të bëhej e zakonshme. Numri i tyre i kufizuar dhe vendosja specifike ruajnë ndikimin dhe misterin e tyre. Kështu që kuptimi i përgjithshëm është ky. Huruful mukataat përdoren aty ku nevojiten për një qëllim të veçantë. Atje ku nuk shfaqen, nuk ka mungesë, ka një fillim tjetër të urtë. Një pikë e rëndësishme në qasjen e Ibn Arabit është kjo. Ai i lidh shkronjat vet me esencën e ekzistencës, por ai nuk e paraqet këtë si kuptim përfundimtar ose detyrues. Për shembull, ai e sheh alifin si vijë vertikale dhe thot se mund të tregojë njësinë, por menjëherë jep një paralajmërim. Ai nuk thot ky është kuptimi i alifit, thot alifi mund të shihet edhe kështu. Kjo dallim është shumë i rëndësishëm. Ibn Arabi kur nuk përdor gjuhën kjo është ajo kur flet për huruful mukataat. Ai përdor shprehje si tregon drejt, hap, shfaq. Me fjalë të tjera, ai bën lexime simbolike, por nuk pretendon interpretim absolut. Ibn Arabi beson gjithashtu se këto shkronja i përkasin një niveli kuptimi specifik për profetin. Në fjalët e tij, huruful mukataat janë vërteta që ju hapën profetit, por nuk u urdhërua t'i shpjegonte komunitetit. Kjo është arsyeja pse ato ekzistojnë në Kur'an, por shpjegimet e tyre nuk jepen. Kjo heshtje nuk është dobësi, është heshtje ndërgjegjshme. El Kurtubi nga ana tjetër merr një pozicion të ekuilibruar. Ai raporton shumë nga interpretimet mbi huruful mukataat, por thekson fuqisht një gjë. Këto shkronja janë një mjet prove. Disa njerëz shpejt thonë se janë të pakuptimta, të tjerë shkojnë në ekstreme me interpretimet. Qasja e saktë është të pranohet se ato mbajnë urtësi, por të mos shkosh përtej kufive të duhur. Tani le të kthehemi te ajetet dhe të vazhdojmë nga aty ku e lam. Për një person që beson në të fshehtën dhe pastron shpirtin e tij nëpërmjet namazit, një hap i tretë bëhet i pashmangshëm. Allahu e plotson themelin e palëkundshëm të karakterit të besimtarit. Wa ma razaqnahum yunfiqun, dhe ata shpenzojnë nga ajo çfarë u kemi dhënë ne. Në kopshtet e datileve të Medinës, era nuk po tundte vetëm gjethet, po tundonte edhe idenë e pronësisë. Kjo fjali krijoi një jehon të fuqishme në mendjet e të gjithëve, nga tregtari në treg deri në pruan duke ndarë një grusht gruri në shtëpinë e saj. Sepse kjo nuk ishte thjesht një thirrje për të ndihmuar të tjerët. Ishte një ndryshim i thellë në mënyrën se si kuptohej vetë ekzistenca. Po thoshte, jo e jotja, besuar te ty. Detaji i holl në ajet e pret dëshirën për pronësi me një goditje të vetme. Çfarë u kemi dhënë ne? Një person dëshiron kontroll të plot mbi atë që mendon se e ka fituar me përpjekjet e tij veta. Thot, ky është i imi, unë punova për të, unë e fitova. Por shpallimi i ndërhyn dhe i kujton. Ai që jep forcën, ai që e bën tokën të rrit, ai që jep inteligjencën dhe ai që bën atë pasuri në duart e tua është Allahu. Ti je vetëm një shpërndarës. Shoqëria e Medinës duhej ta ndjente thellë këtë të vërtet,
sepse para tyre ishin sprova të mëdha, Bedri, Uhudi, Hendeku. Qyteti duhej të mbahej, armiqja duhej të pajisej, të urriturit duhej të ushqeheshin. Nëse do të ngrihej thirrja pasuria ime, ajo shoqëri do të shemrej. Fjala yunfikun do thot të hapësh një kalim, të lësh diçka të rrjedh. Besimtari është menduar të jetë një kanal, jo një dig. Uji i ndenjur bëhet i ndytur, uji i rrjedhës jep jetë. Dhënia është në të vërtetë sprova më konkrete e besimit në të fshehtën. Një person që pretendon të besojë në një krijues të padukshëm, por refuzon të jap nga pasuria e dukshme në dorën e tij, e zbulon dobësinë e atij pretendimi. Shejtani i përshpërit në vesh: nëse jep, do të kesh më pak. Nëse jep, do të bëhesh i varfër. Allahu premton të kundërtën: nëse jep, rriten. Atë mbrëmje në rrugët e Medinës, njerëzit filluan të shihnin posedimet e tyre ndryshe. Dallimi ndërmjet arit të ruajtur nga tregtarët e pasur hebrejnë dhe datileve të ndara nga muslimanët nuk ishte vetëm dallim sasie, ishte dallim shpirti. Njeri kërkonte sigurinë duke ruajtur, tjetri hynte në mbrojtjen e Allahut duke ndarë. Pasi Allahu vendos lidhjen e robit me veten nëpërmjet namazit, lidhjen vertikale, ai e vulos lidhjen me shoqërinë nëpërmjet dhënjes, lidhjen horizontale. Supet që qëndruan të barabartë para Allahut në namaz, tani mbeshtin njëri tjetrin nëpërmjet dhënjes, dhe kjo nuk kufizohej vetëm te para. Dhënia e njohurisë, dhënia e kohës, dhënia e një buzëqeshje, çfarëdo që ke, duke marrë një copë prej saj dhe duke ja shtuar të tërës. Medinja nuk ishte më vetëm një qytet, kishte bërë një organizëm të gjallë. Çdo pjesë ishte programuar për të ushqyer tjetrën. Ky ishte teli unik i Kuranit Medinas, marrja e idealeve dhe sjellja e tyre në rrugë. Por kjo shoqëri e re kishte nevojë për edhe një cilësi thelbësore. Duhej të respektonte jo vetëm shpalljen e dhënë tani, por edhe zinxhirin e madh që vinte nga historia e thellë. Sepse Islami nuk ishte një thyrje, ishte një vazhdim i fuqishëm. Si do të bashkoheshin hallkat e atij zinxhiri të madh në ajetin tjetër? Një besimtar në Medine mund të ndihej në të njëjtin anije me Nuhun, në të njëjtin pus me Jusufin dhe në të njëjtën madhështi me Sulajmanin. Kjo ndërgjegjësi e ngriti muslimanin jashtë mendimit të ngushtë fisnor dhe e bëri trashëgimtar të një historie universale. Ahbari i Medinës, dietarët e njollësur me boj, kishin kthyer librat e tyre në objekte pronësie. Për ta, e vërteta i takonte vetëm duarve të tyre. Kurani e theu këtë pretendim. Allahu refuzoi ndarjen e shpalljes në të vërteta konkurruese. Ai u kujtoi se e gjithë shpallja vjen nga e njëjta burim, nga e njëjti mësues, Allahu. Kushti, besimi në atë çfarë u zbulua para jush, u dha muslimanëve një ndjenjë të thellë respekti dhe gjithëpërfshirjeje. Ajo gjithashtu u bë themeli shpirtëror i kushtetutës së famshme të Medines, që do të formohej më vonë me hebrejt dhe të krishterët. Muslimani nuk e shikonte tjetrin si plotësisht të huaj, në vend të kësaj e shikonte si dikë i cili dikur ishte adresuar nga e njëjta e vërtete. Dhe me këtë ajet, Kurani e vendosi muslimanin fort brenda historisë së gjatë të pandërprerë të udhëzimit hyjnor. Nga perspektiva e sotme, ky ajet mbart një mesazh shumë të fortë, veçanërisht për vëllezërit dhe motrat tona që jetojnë në vendet jo muslimane dhe ndajnë jetën e përditshme me komunitetet hebreje dhe të krishtera. Ai hap gjerësisht dyert e tolerancës dhe dialogut, sepse burimi ynë është i njëjtë. Shtrembëtimet mund të kenë ndodhur gjatë historisë, por një gjë nuk duhet harruar kurrë. Kthimi te esenca është premtim i bërë drejt për drejti nga Allahu. Kurani kurrë nuk i adresoi ata thjesht si jo besimtar, në vend të kësaj u dha atyre një pozicion të veçantë, duke i quajtur Ehlul Kitab, njerëzit e librit. Për shkak të kësaj, ne, në Evropë, Amerikë, Afrikë dhe në tokat ku të krishterët jetojnë në numra të mëdhenj, duhet ta mbajmë komunikimin gjallë me ta dhe t'i shohim rrënjët tona si të afërta me njëra tjetrën. Duhet të takohemi mbi vlera të përbashkëta dhe ashtu si paqja e vendosur në Medine,
të punojmë bashkë sot për paqen botërore. Duhet të ndërtojmë një aleancë civilizimesh, jo një përplasje civilizimesh. Kundër kërcënimeve dhe rreziqeve të jashtëm, mund të qëndrojmë bashkë dhe të marrim një qëndrim të përbashkët. Kjo ka ndodhur në histori dhe sot, bazuar në ajete dhe hadithe, themi qartë, mund dhe do të ndodhë përsëri. Allahu nuk po thërret civilizimin islam në luftë me civilizimin krishter dhe hebrej, por në paqe dhe harmoni. Sigurisht, kjo nuk është e pakushtëzuar, duhet të ndërtohet mbi marrëveshjen e të drejtave dhe lirive themelore njerëzore dhe arritjen një modeli të ekuilibruar, si ai i vendosur në Medinë, bazuar në vlerat përbashkëta njerëzore. Dhe kjo vizion i gjerë historike duhej të lidhej me një pikë të fundit, përndryshe do të mbetej vetëm ndërgjegjësi historike. Ajeti përfundon me një përfundim tronditës, dhe në botën tjetër, ata janë të sigurt, ata kanë bindim absolute. Pse? Sepse bota tjetër nuk është teori apo mundësi filozofike për besimtarin. Bota tjetër është më e reale se toka nën këmbët e tyre dhe ajrin që marrin frymë. Ky ishte sekreti pas mënyrës se si ai grupi vogël në Medinë mund të sfidonte perandoritë më dha të botës. Një person që është i sigurt në nivelin e yakinit se do të vdes dhe do të llogaritet, nuk mund të blihet me ar, as të friksohet nga vdekja. Yakin do të thotë ta dish diçka sikur e sheh me sytë e tu. Forca pas dorës që mbante peshore ndershëm në tregjet e Medinës ishte se ajo shihte balancën hyjnore. Forca pas gjunjëve që ngriheshin natën për namaz, ishte se ato ndijen erën e xhenetit. Duke bashkuar këto 5 cilësi, besimi në të fsheftën, namazi, dhënia, besimi në shpalljet e mëparshme dhe siguria në botën tjetër, Allahu e përkufizoi njeriun e plot të botës së re. Pasi u ndërtua ky karakter, fitoria u bë e pashmangshme. Kështu, cili ishte rezultati madh që prisnin ata që mbanin këto cilësi, dhe sa e thellë ishte errësira e atyre që qëndruan jashtë kësaj rruge? Tani le të kalojmë te ajeti i 5. Wa ulaike ala hudan min rabbihim wa ulaike humul muflihun. Ata janë mbi udhëzimin e Zotit të tyre dhe ata janë ata që janë të suksesshëm. Atë mëngjes mjegullor në Medinë, pak para agimit, ajetet që jehonin në Mesgjidun Nebevi bënin të qartë udhkryqin. Pasi listoi ato 5 cilësi të palëkundshme, besimi në të fshehtën, namazi, dhënia, zinxhiri i shpalljes dhe siguria në botën tjetër si rauza në një varg, Allahu shpalli rezultatin e këtij procesi të madh të ndërtimit karakterit. Vetëm ata janë mbi udhëzimin e vërtet nga Zoti i tyre dhe vetëm ata janë ata që arrin suksesin. Çdo fjalë në këtë fjali u ngrit si një himn fitoreje. Në bukurinë e thellë të arabishtes, grimca ala do të thotë të qenësh mbi diçka, të qëndrosh fort mbi një kodër. Allahu nuk thot thjesht ata janë të udhëzuar. Udhëzimi i tyre është si një kalërim i fortë nën ta. Stuhit e jetës, zhurma e shpatave në betejë ose tundimi i tregjeve të Medinës nuk mund t'i rrëzojnë. Ata janë mbi udhëzim. Drejtimi i tyre është i qartë, shpejtësia e tyre është e qëndrueshme dhe kontrolli është në duart e tyre. Dhe ky udhëzim vjen nga Rabbihim, Zoti i tyre. Kjo fjalë përshpërit përkatësi dhe mbrojtje. Ata nuk janë braktisur, me çdo hap janë nën kujdesin e pronarit të gjithësisë. Kush janë të suksesshmit? Fjala vjen nga thella, që do të thotë bujku që can tokën. Mendoje një farë nën tokën e errët, të shtypur nga pesha e rëndë, por me jetë brenda saj. Fara e thyen prehun, ndan tokën dhe arrin dritën. Ky është suksesi. Një person i shtypur nga pesha e botës, zinxhirët e egos dhe përshpërimat e shejtanit, kur mbështetet në këto 5 cilësi, ngrihet si ajo farë. Të thuash, ata janë të shpëtuar, nuk mjafton. Ata thyen zinxhirët e tyre dhe arrin nivelin më të lartë të ekzistencës, lirinë dhe suksesin e qëndrueshëm. Ata njerëz të përulur që ecnin në rrugët e pluhurosura të Medinës u konfirmuan si heronjtë e vërtet të falahut. Por sa më e ndritshme është drita, aq më e thellë është hija. Ritmi i sures El Bakare ndryshon papritur. Atmosfera bëhet e rëndë, fjalët kthehen në një thirrje paralajmëruese.
nga fytyra e ndritshme të udhëzimit, godasim errësirën e thellë, muret e mohimit. Kishte shenja në Teurat dhe Ungjil për ardhjen e profetit, por njerëzit nuk donin t'i shihnin. Disa nuk shihnin përse nuk lexonin, disa nuk kuptuan, disa shihnin por refuzuan të pranonin. Disa nga dietarët hebrejnë të Medinës e njihnin profetin, cilësitë e tij ishin shkruar në librat e tyre, por shumica e tyre e mohuan. Pse? Ai nuk është hebrej, është arab. Si mund të jetë profet? Allahu thot në Kur'an se e njihnin atë ashtu siç e njihnin fëmijët e tyre, dhe megjithatë, disa prej tyre me vetdije fshihnin të vërtetën. Ashtu siç e njihnin fëmijët e tyre. Çfarë shprehje të fuqishme. Do të thotë se kur e pan profetin, thanë mes vete, ky është ai, por në publik e mohuan. Pse? Premtia, xhelozia, interesi botror. Nëse e pranojmë atë, çdo të ndodh me pozicionin ton, sa do të vlinte dituria jon, njerëzit do të dëgjojnë atë, jo ne. Por disa ishin ndryshe. Abdullah ibn Selam, radhiyallahu anhu, ishte një nga rabinët më të mëdhenj të Medinës. Kur profeti mbërriti në Medine, ai shkoi ta shihte. Ai tha: "Kur e pash, kuptova se kjo nuk ishte fytyra e një gënjeshtari." Dhe u bë musliman. Disa nga familja dhe komuniteti i tij gjithashtu u bën musliman, por shumica jo. Çfarë do të thotë kjo sot? Një musliman e do Musain, e don Ibrahimin, e don Isain, i don të gjithë profetët. Një musliman nuk thot profeti im është më i miri. Një musliman thot të gjithë profetët janë të dërguar të Allahut, i respektoj të gjithë. Një hebre nderon Musain, refuzon Isain dhe mohon Muhamedin. Një krishter nderon Isain, pranon Musain por nuk e ndjek plotësisht dhe mohon Muhamedin. Një musliman beson në të gjithë, i don të gjithë, i pranon të gjithë, dhe ftesa e Allahut është ende e hapur, e janë të një fjalë e përbashkët. Tani le të kalojmë te ajeti 6. Vërtet, ata që këmbgulin në mohim, nuk ka rëndësi nëse i paralajmëron apo nuk i paralajmëron, ata nuk do të besojnë. Ky ajet hap perden mbi një tragjedi. Njerëzit e përmendur këtu nuk janë ata që kur nuk e kanë dëgjuar të vërtetën. Janë ata që e pan, e dëgjuan, e kuptuan dhe pastaj me qëllim e mbuluan. Fjala kafir vjen nga një rrënje përdorur gjithashtu për bujkun që mbulon farën me dhe. E vërteta është si dielli që qëndron lart në qiell, por ky është kokfortësia e një njeriu që mbyll syt dhe thot nuk ka diell. Pas përshkrimit të mutakinëve, tani vjen grupi i kundërt, ata që mohojnë. Në një shikim të parë, ky ajet tingëllon shumë i ashpër, por në vërtet mbart urtësi të thellë. Një kafir është dikush që fsheh të vërtetën, dikush që sheh shenjat e Allahut, por zgjedh t'i injorojë, dikush që mbulon pastërtinë natyrore të fitratit brenda zemrës së tij. Profeti tha: "Çdo fëmijë lind mbi fitrat, pastaj prindrit e bëjnë hebrej, të krishterë ose ndryshe. Kështu besimi është gjendja origjinale, mohimi është një mbulim që vjen më vonë. Kjo është arsyeja pse përdoret fjala kafir, sepse personi e ka mbuluar fitratin. Por vini re diçka shumë të rëndësishme. Për cilët jo besimtar po flet Allahu? A janë të gjithë jo besimtar? Jo, është një grup specifik, një grup që ka arritur një pikë pakthirë. Ky ajet nuk është për çdo person që nuk beson, është vetëm për një grup të caktuar. Dhe kush janë ata? Vetëm Allahu e di me të vërtet. Ne nuk mund të themi kur për askënd, ky person është kafir dhe kur nuk do të bëhet musliman. Nëse kjo do t'ishte e lejuar, profeti nuk do t'ishte shkuar te dera e Ebu Xehlit vazhdimisht. Pastaj vjen një nga skenat më të frikshme në Kur'an, ajeti 7. Allahu ka vullosur zemrat dhe dëgjimin e tyre, dhe mbi sytë e tyre është një mbulim, dhe për ta është një dënim i madh. Imagjinoje këtë, një qytet, portat e të cilit janë bllokuar nga brenda, pastaj vulat e rënda vendosen mbi to nga anash. Asnjë dritë nuk mund të hyjë, asnjë zë nuk mund të kalojë. Kjo nuk është një veprim i egër nga Allahu, është rezultati natyral i zgjedhjeve të vetë personit. Një zemër që injoron mira paralajmërime, çdo mrekulli e quan magji dhe hesht ndërgjegjen e saj vazhdimisht, në fund humbet butësinë e saj, ngurtësohet, kthehet në gur.
Allahu u vullos zemrat dhe dëgjimin e tyre dhe vendos një perde mbi sytë e tyre. Ata bëhen aq të verbër sa që nuk mund ta shohin as që po qëndrojnë në buzë të një shkëmbi. Të jetosh në Medinë, në qendër të vetë shpalljes dhe të ecësh përreth me këtë vul, a ka tragjedie më të madhe? Ky përshkrim është për disa njerëz që e dëgjuan Kuranin, e kuptuan, u paralajmëruan shumë herë, pan prova, pan mrekulli dhe megjithatë zgjodhen mohimin me zemrat e tyre. Njohuritë e vërteta i përkasin Allahut. Për këtë grup, Allahu thot, ti paralajmërosh apo jo, nuk bën dallim. Pse? Sepse ata kanë vendosur tashmë, ata e kanë vullosur vetë zemrën e tyre, e kanë mbyllur veten ndaj të vërtetës. Kjo nuk është padrejtësi nga Allahu, kjo është rezultati i zgjedhjes së tyre. Allahu tregon rrugën, Allahu jep shenja, Allahu dërgon profet, por vendimi i fundit i takon njeriut. Nëse personi thot po, Allahu hap dyert. Nëse personi thot jo dhe këmbgul, Allahu e lë me atë që zgjodhi. Allahu nuk i detyroi të mohonin, ata e zgjodhen vetë. Allahu vetëm e vullosi atë zgjedhje. Vija ndërmjet dritës dhe errësirës është tani e vizatuar qartë, por në Medinë kishte një grup të tretë. Ata nuk ishin plotësisht në dritë dhe jo plotësisht në errësirë, fshiheshin në hije. Grupi më i rrezikshëm dhe më kompleks nga të gjithë, munafikët. Historia tani lëviz drejt faqeve më të tensionuara të Medinës, drejt fytyrave pas maskave. Atmosfera e Medinës u bë papritur e rëndë. Zëri që jehonte ndërmjet shtyllave të Masgjidu Nebevi nuk po ngushëllonte vetëm zemrat e besimtarve apo po përshkruante kokëfortësinë e jo besimtarve. Këtë herë po ekspozonte një grup që qëndronte në hije, jo plotësisht në dritë, jo plotësisht në errësirë. Kurani po fillonte një nga analizat psikologjike më të thella në histori, munafikët. Për besimtarët u zbuluan vetëm 5 ajete, për jo besimtarët vetëm 2 ajete. Por për këtë grup me maska filloi një analizë tronditse që shtrihej mbi 13 ajete. Dhe ndër njerëzit ka të tillë që thonë, ne besojmë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, por ata nuk janë besimtarë. Imagjino tregun e Medinës, një njeri që ndron në rreshtin e parë gjatë namazit, zëri i tij mund të jetë më i lartë se të gjithëve, por syt i kalojnë vështrimin nëpër turm dhe zemra e tij punon si llogaritës. A është fitimprurse të qëndrosh me këtë grup, po nëse njerëzit e Mekës fitojnë, po nëse Muhamedi humbet? Këta njerëz nuk e shihnin besimin si dorëzim, e shihnin si policë sigurimi. Ndërtuan një kala me fjalët e tyre, por kur nuk hyn brenda. Allahu e shkatërroi këtë pretendim të rrem me një goditje të vetme. Ata nuk janë besimtarë. Kjo ishte ekspozim hynor, maska ra me fjalinë e parë. Duke u përpjekur të mashtrojnë Allahun, pastaj vjen ajeti 9 që përshkruan këtë tentativë tragjike dhe gati absurde. Yuhadi'un Allaha walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun dhe ata që besojnë, por nuk mashtrojnë veç se veten e tyre dhe nuk e kuptojnë. Tani skena vërtet e rrësohet. Kurani i përshkroi besimtarët shkurt, jo besimtarët edhe më shkurt, por kur vjen te ky grup i tretë, ndalet, ngadalson, shkon në detaje. Pse? Sepse ky grup është më i rrezikshëm. Ata nuk janë qartësisht jashtë, nuk qëndrojnë te dera, duken sikur janë brenda. Kur u zbulua ajeti i parë që i përshkronte, ishte sikur akulli ra në Medinë, sepse këta njerëz nuk ishin politeist, nuk ishin hebrejnë apo të krishterë, ishin njerëz që thoshin se ishin musliman. Por Kurani bën një gjë shumë të qartë. Ai nuk shikon fjalët, ai shikon zemrën. Këta njerëz kishin bërë savion, e mësuan gjuhën e besimit, kopjuan sjelljen e besimtarve, memorizuan fjalitë e sakta, por zemrat e tyre kur nuk ndryshuan drejtim. Dhe këtu Kurani fillon t'i zbuloj, shtresë pas shtrese. Ishte si një fëmijë i vogël që mbyll syt. Mendon se askush nuk mund ta shoh. Munafikët mendonin se mund të mashtronin pronarin e gjithësisë. Të përpiqesh të mashtrosh Allahun është po aq absurde sa të përpiqesh të fshehësh oqeanin me një gotë. Por tragjedia e vërtet ishte kjo.
Ata po mashtronin vetëm veten e tyre, bien në kurthet që vetë kishin vendosur, pa e kuptuar fare. Si një qeliz kanceri, ndërsa përpiqej të shkatronte trupin ku jetonte, po shkatronte në të vërtetë burimin e vet të jetës. Pse po bënin këtë? Përgjigja ishte e thjeshtë. Në zemrat e tyre është sëmundje. Kjo ishte sëmundja e dyshimit dhe hipokrizisë, që përhapej si virus dhe Allahu e shtoi këtë sëmundje, sepse çdo gënjeshtër lind një tjetër gënjeshtër dhe çdo pozicion i rrem e bën zemrën më të errët. Në atmosferën e tensionuar të Medines, përshpërimat e liderit të munafikëve, Abdullah ibn Ubejt, jehonin në qoshtet e errta. Një dënim i dhimbshëm u përgatit për ta, jo vetëm sepse nuk besuan, por sepse gënyen. Plani i Abdullah ibn Ubejt dështoi. Ai nuk u bë mbret, nuk fitoi pushtet. Kështu çfarë bëri? Ai nuk mund t'i kundërvihej hapur muslimanëve, sepse shumica e njerëzve kishin bërë tashmë musliman. Kështu zgjodhi një rrugë tjetër. Tha se ishte musliman, por brenda mbajti gjallë urrëtitjen e tij. Kjo është rënja e hipokrizisë, humbja e statusit, humbja e pushtetit, humbja e interesit personal. Ai vjen në xhami, thot elhamdulillah, jam musliman, falet, agjeron, jep sadaka nganjëherë. Por pse? Për Allahun? Jo, për shfaqje, që njerëzit të mos e dyshojnë. Në një vend tjetër në Kur'an, Allahu thot për munafikët, kur ngrihen për namaz, ngrihen me dembëli, shfaqen para njerëzve dhe kujtojnë Allahun shumë pak. Pra, falen, por si? Pa dëshirë, pa zemër, nga detyrimi. Pse falen? Për Allahun? Jo, që njerëzit t'i shohin. Ky është dallimi i munafikut, nga jashtë besimtar, nga brenda jo. Komuniteti islam u ndërtua mbi ndershmërinë. Ata që vendosin eksplozivët e gënjeshtrave në themelin e këtij ndërtimi, përballojnë paralajmërimin më të fortë. Kjo nuk është ignorancë, nuk është mungesë dije, nuk është as dyshim i thjeshtë. Kjo është të duash të luash me të dyja anët. Në Medine, kjo ishte shumë e zakonshme. Nga njëra anë muslimanët po bëheshin gjithnjë më të fortë, nga ana tjetër Meka ishte ende kërcënim. Kishte hebrejt, ekuilibrat politik dhe luftrat e pushtetit. Disa njerëz menduan, le të presim, kush ka pushtet me ta do të qëndrojmë. Le të mbajmë çdo derë të hapur. Këtu lind hipokrizia. Hipokrizia nuk është vetëm problem besimi, është para së gjithash problem karakteri. Kjo është arsyeja pse Kurani e përshkruan këtë grup në mënyrën më të gjatë, sepse ata nuk dëmtojnë vetëm veten, por ngadalë kalbëzojnë shoqërinë nga brenda. Pastaj Kurani sjell një metaforë shumë trondituese. Shembulli i tyre është si ai që ndez një zjarr. Imagjino skenën, shkretëtirë e errët, një grup njerëzish të humbur, dikush ndez zjarr. Zjarri ndizet, gjithçka bëhet e dukshme, të gjithë ndihen të sigurt, e pastaj prapë së priti zjarri shfihet dhe errësira bëhet më e rëndë se më parë. Kurani thot, kështu janë këta njerëz. Ata përjetojnë një moment drite, një moment afërsie, një moment sigurie, pastaj tërhiqen dhe errësira bëhet edhe më e thellë. Këtu Kurani prek një pikë shumë delikate. Të prekësh besimin, por të mos dorëzohesh, mund të errësoj edhe më shumë një njeri, sepse tani ai nuk mund të thotë nuk e dinja. Dhe Kurani i përshkruan kështu: ata janë të shurdhër, memëc dhe të verbër. Por përsëri, kjo nuk është fizike, është verbëri e zgjedhur. Nuk dëgjojnë atë çfarë nuk duan të dëgjojnë, nuk thonë atë çfarë duhet të thonë, nuk shohin atë çfarë duhet të shohin. Pastaj vjen fjalia më tronditëse: ata nuk kthehen. Kjo nuk është deklarat besimi, është përshkrimi një gjendjeje. Ata nuk kthehen sepse nuk duan të kthehen. Këtu Kurani mëson diçka shumë të rëndësishme. Personi më i rrezikshëm nuk është jo besimtari i hapur. Personi më i rrezikshëm është ai që refuzon të përballet me veten. Dhe tani, skena hapse e sures El Bekare është e plot. 3 grupe, 3 qëndrime, 3 rrugë fati. Kur u thuhet mos përhapni korrupsion në tokë, përgjigjja e tyre është e njëjtë me mbrojtjen që dëgjojmë ende sot. Ne jemi vetëm reformator, ne po rregullojmë gjërat. Këta burra që nxisnin konfliktet, përhapnin kaosin dhe luanin me nervat e shoqërisë, paraqiteshin si paqebërës dhe modernizator, dhe Allahu vendosi pikën e fundit. Jo, ata vetë janë korruptorët, por nuk e kuptojnë. Atë natë në Medine,
Perdet po ngriheshin njëra pas tjetrës. Buzëqeshjet dinake të munafikëve ngriheshin përpara ajeteve të mprehta të Kuranit. Por historia nuk kishte mbaruar. Tragjedia e vërtetë e munafikëve do të thellohej kur ata filluan t'i quanin besimtarët budallënj. Në rrugët e hijeve të Medines, pëshpërimat e munafikëve kishin kthyer në arrogancë të hapur, duke e parë veten si elitë intelektuale, ekspert strategjik dhe politikan të ekuilibruar. Ky grup shikonte me tallje besimtarët e pastër, të sinqert dhe vetë sakrifikues rreth Muhamedit, paqja qoftë mbi të. Shpallja e ekspozoi këtë qëndrim arrogant të folur pas dyerve të mbyllura. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Kur thuhet besoni siç besuan njerëzit, ata thon a do të besojmë siç besuan këta budallënj? Jo, vetë ata janë budallënjt, por nuk e dinë. Në sytë e munafikëve, besnikëria e Ebu Bekrit, rezistenca e Bilalit dhe dorëzimi i Amarit ishin shembuj të marrëzisë. Për ta, lënia e pronës në Mekë dhe emigrimi në Medine nuk ishte logjike. Ata thanë, pse të rrezikohet gjithçka? Pse të priten lidhjet me kurejshët e fuqishëm? Ata e quanin mendimin e tyre egocentrik arsye dhe besimin që paguan çmim e quanin marrëzi. Allahu e shkatërroi këtë krenari me një fjali: dijeni mirë, budallënjt janë vetë ata, por nuk e dinë. Arsyeja e vërtet nuk është ajo që shpëton vetëm sot, është ajo që ndërton amshimin. Kush është më i mençuri? Ai që sheh hanijen duke u fundur por që qëndron në kabinën luksoze, apo ai që hidhet në varkën shpëtimtare pavarësisht sturmisë? Duke zgjedhur të përkohshmen mbi të qëndrueshmen, munafikët bën një nga gabimet më të mëdha të historisë. Kurani vazhdon të përshkruaj lojën më të rrezikshme të tyre. Wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Në xhami i shtrëngojnë dorën besimtarit dhe thonë jemi me ju, por skena e tyre e vërtet është natën në korqet e fshehta të Medines ose brenda kalatisë së tyre fisnore, ku flasin shumë ndryshe. Munafiku është refugjat shpirtëror, përpiqet të përfitojë nga të dyja anët, por nuk i takon asnjërës. Përgjigja e Allahut mbi talljet e tyre është tronditse. Allahu tallet me ta. Çfarë bën ata? Allahu e shpjegon me një imazh të fuqishëm tregtar. Ata janë ata që blen humbjen e rrugës në këmbim me udhëzim. Ata kishin udhëzimin si kapital, por zgjodhen produktin më të keq. Humbjen e rrugës dhe rezultati, tregtia e tyre nuk fitoi. Për tregtarët e Medinës, ky imazh ishte shumë i qartë. Këta njerëz ishin tregtar të falimentuar që humbën jo vetëm besimin e tyre, por edhe paqen dhe të ardhmen e tyre. Pastaj Kurani vizaton një skenë kinematografike. Një njeri ndez zjarr në errësirë, drita e besimit, gjithçka bëhet e dukshme. Pikërisht kur është gati të ngrohet dhe të shohë rrugën, Allahu e merr dritën dhe e lën në errësirë të thellë. Ata janë të shurdhër, me mec dhe të verbër, nuk do të kthehen. Pastaj vjen një skenë e dytë. Shi i rrëmbyeshëm në errësirë, bubullima dhe vetëtima. Njerëzit mbulojnë veshët nga frika e vdekjes. Sa herë vetëtima ndriçon rrugën, ecin, por kur errësohet, ndalen. Allahu mund të merrte dëgjimin dhe shikimin, por Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Ky ishte portreti i munafikut, njeriu që ecte vetëm kur e shihte fitimin e menjëhershëm dhe ndahej kur vinin vështirësitë. Ata filluan xhamin kur muslimanët po fitonin, por u fshehën pas Uhudit. Besimin e tyre nuk e drejtonte dashuria, e drejtonte llogaritja, dhe kjo llogaritje do t'i shkatëronte. Kurani e mbylli këtë ekspozim të munafikëve me dy skena të mëdha: zjarri dhe stuhia. Zjarri, momenti i dritës që shuhet. Stuhia, besimi si mjet mbrojtjeje, jo si e vërtet e brendshme. Të dyja skenat tregojnë të njëjtën gjë. Munafiku është dikush që kurrë nuk u dorëzua plotësisht. Ai qëndron gjithmonë në pragun e derës, me një këmbë brenda, një këmbë jashtë. Dhe kjo pozicioni ndërmjetëm është pozicioni më i rrezikshëm shpirtëror. Dhe me kaq u mbyll ekspozimi i parë i madh i sures El Bekare. 3 grupe të mëdha: besimtarët, jo besimtarët dhe munafikët, me karakteristikat e tyre, fatin e tyre dhe zgjedhjet e tyre.
Kurani nuk la asnjë hapësyrë pa qartësie. Dera e udhëzimit është e hapur, por njeriu vendos vetë nëse hyn. Dhe kjo zgjedhje, ajo moment i vogël në zemër kur personi thot po, ose jo ndaj të vërtetës, është ndoshta momenti më i rëndësishëm i gjithë ekzistencës.